Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la rasul la drojm çojm salavat dhe selam pejgamberit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Po vazhdojmë me dersin e sirës me lejen e Allahut. Pra jemi ende do vazhdu tek historia dhe ngjarjet të cilat kanë bënë me fillimin e shpalljes së Kur'anit, edhe kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka filluar ato thirrjet e para me i zhvilluar me të afërmit e tij, konkretisht me banorët e Mekës, edhe më konkretisht me kurajshitët që ishin ata banuesit kryesor të Mekës në përgjithësi, dhe ato debatet edhe bisedat, dialogjet dhe kundërshtimet me të cilat u ballafaqu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në këtë fillim. Dhe javën e kaluar kemi përmend disa prej atyre ngjarjeve dhe e fundit ishte ajo oferta që ja kanë bë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të heqë dorë nga thirrja duke i ofru disa benefite dhe disa përparësi materiale të kësaj dynjaje në përgjithësi, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka refuzuar në formë kategorike dhe ka vazhduar thirrjen në fenë e saktë të vërtetë të gjithë njerëzve në përgjithësi. Dhe pastaj e shihni ajo metodologjia e kurajshitëve gjatë kësaj faze, posaçërisht në fillimin e thirrjes, ka qenë nganjëherë merrshin me të mirë, nganjëherë polemizonin me ta, nganjëherë me të shtirë, dikush përdorte edhe dhunën, edhe i persekutonte edhe fizikisht, po nganjëherë edhe kërkonin edhe që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në formë qysh me thonë kushtimisht politike apo në formë do thotë të benefiteve që i ofronin, me heq dorë dhe me ndryshu thirrjen e tij, qoftë në disa pika që ata nuk donin të pajtoheshin në formë të prerë. Dhe prej gjërave që ata kanë tentuar kohë pas kohe me i bë apo me i shpif pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë edhe çështja e ato informacione që i binte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pro shpallja që i zbriste, ngjarjet, historitë e njerëzve të ndryshëm, për arsye se kohë pas kohe, ashtu që si do ta shohim edhe në një ngjarje pak më konkrete, mushrikët e Mekës e pyesnin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për gjëra të cilat pretendonin se s'ka mundësi me i ditë. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u shpjegonte. Për shembull e kanë vetë për Jusufin alayhis salam, edhe për këtë edhe ka zbrit surja Jusuf. Edhe Allah xhalla wala e ka përshkruar ngjarjen në formën më të mirë, që e ka quajtur edhe Allah xhalla wala ahsanul qasas. E kështu me radhë vazhdimisht e pyesnin dhe tentonin me e gjet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam mos me pas përgjigje për çështje të caktuara dhe kështu me thonë që ja nuk po din. Dhe nganjëherë e akuzonin se ky është duke mësuar prej dikujt. Domthonë dikush ashtu e mësuar se ky prej vetes nuk ka mundësi me i ditë këto informacione. E prej atyre gjërave ka qenë një person në Mekë që e ka pas emrin Jabr ose Yesar, domthonë nuk dihet qartë emri i tij, e ky ka qenë është marrë me zanat në Mekë dhe ka qenë i krishter. Nuk ka qenë pasues i mushrikëve, ka qenë i krishter edhe bënte shpata. Farkatar pra ka qenë në Mekë, edhe nganjëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam takohej, rrinte me të. Edhe paria e Mekës kur e shihnin, thonin që ky është i mësuar, se këto ngjarje që po i përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është e vërtetë që arabët nuk i dinin, për shkak se nuk kishin shpallje, edhe thonin që ky është duke mësuar. Edhe Allah xhalla wala pastaj e zbret ajetin në surën An-Nahl, ajeti 103,
ku thot Allahu xhalla ala wa laqad na'lamu annahum yaquluna inma yu'allimuhu bashar lisanu alladhina yulhiduna ilayhi a'jami wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Edhe Allahu xhalla ala e zbret këtë pretendim të tyre, dhe domthon e rrëzon këtë pretendim edhe këtë thanje të tyre, ku thot Zoti i Madhërisht, dhe ne, po thot Allahu xhalla ala, wa laqad na'lamu, ne e dim gjithsesi se ata po thojnë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është duke mësuar një njeri, dhe aludon pra një njeri është fjala për këtë farkatarin. Lisanu alladhina yulhiduna ilayhi a'jami, po gjuha e atij personi të cilit këta po aludojnë se ai është duke mësuar, po thot a'jami, është jo arab, për arsye se ai nuk ishte arab, ishte banonte në Mekë dhe nuk ishte pej arabëve, pra kishte ardhur farkatar, ka mbet aty, ishte i krishter, edhe pejgamberi sa kurrinte thonin se ky është duke mësuar. Mirë, po Allah xhala ala bëhet gjuha e atij personi i cili pra nga i cili po pretendojnë edhe po aludojnë se është duke mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është ajemi, është jo arab. Wa hadha lisanun arabiyyun mubin, kurse ky Kurani është do të thonë gjuhën e qartë arabe, domethënë gjuhën e pastër arabe, për arsye se me të vërtet ne e dim që Kurani ka zbrit në gjuhën shumë të kthjelltë dhe shumë të pastër, që s'ka mundësi një njeri që se din arabisht me mujt me formulu në atë formë. Prandaj edhe kështu Allahu xhalla ala u arzon këtë pretendim që e bënin ata kohë pas kohe për me fut huti në mesin e njerëzve edhe mos me e pasu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj prej debateve ose qysh me thonë ballaqimeve që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me mushrikët, ishte edhe ai fakti se e dim që në fillim të shpalljes Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e kanë besu shumë të rrallë njerëz nga Meka, sikur Ebu Bekri ose Othmani, dhe shumica të tjerëve kanë qenë arab ose ish arabër, sikur se Bilali, sikur se Amar ibn Yasir. Amar ibn Yasir gjithashtu ishte për familjes së robërve që ishin liru në kohën domthonë më herët, po robërit në mesin e arabëve kish prej tyre që ishin të huj krejt, sikur Bilali që ishte prej Abesinis, do thot prej Etiopisë. Kishte arab që ishin të Yemenit apo vendeve tjera të ndryshme që ishin rob gjithashtu edhe ata. Dhe kishte rob që ishin krejt huj, sikur se Suhejbi Rumi, edhe pse Suhejbi në vetvete nuk ishte arab. Ky ishte arab, nuk ishte romak, mirë po ishte zonë rob nga ana romakëve dhe si fëmijë i vogël e kanë qenë tek romakët. Edhe aty është rrit dhe nuk e ka ditë gjuhën arabe, domethënë nuk e ka mësuar gjuhën arabe. Pastaj është blen Mekë edhe ka banuar në Mekë, edhe aty ka fillu, pra e ka mësuar gjuhën arabe edhe ka fol arabishtën, po është dallu që nuk është të e fol mirë. Edhe i kanë thonë Rumi për shkak domthonjë që kësaj lehgjes, do thot dialekti edhe që fliste, se nuk është arab, nuk ishte e pastër arabe, edhe pse me prejardhje ai ishte arab. Thash edhe Suhejbi ishte prej robërve, Bilali ishte prej robërve, Amar ibn Yasiri ishte prej robërve, Khabbab ibn Arra edhe ky ishte prej robërve. Khababi pe dini kush është edhe ky ishte do thot mesin e robërve, ka qenë bile rob të një gru dhe ka ngjarje me të. Edhe ky ishte arab, mirë po nga ishte prej robërve. Dhe kështu ishin pastaj prej tjetër kush ka qenë Ebu Fukejhe, Maula Safwan, edhe ky ishte do thot prej robërve, kështu që shumica dërmuese ishin robër ose ish robër të Mekës. Edhe paria e Mekës i thonin edhe e përqeshnin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, thonin qëre kush janë pasues e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kur ai rrinte me ta, e përqeshnin qëre kush janë pasues. Edhe thonin që na në me kom prej Zotit, çfarë pretendimi i tyre, në me kom prej Zotit, kesh apo thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, a do ta pasonin atë njerëzit ajo shtresa ma e ulët e njerëzve, apo do ta pasonim na që jena paria edhe kush jemi ne.
Domthon çfarë argumenti logjik ata e bënin në favorin e tyre. Që domthon po të ishte vërtet në ato çka po thirr Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atëherë nuk do ta pasonin ajo ma e ulta, shtresa ma e ulta e njerëzve, po do ta pasonim na, që jena paria edhe që i dim këto sene shumë mirë, edhe kështu aludonin që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është duke u pasur nga njerëzit e dobët dhe nga kërkushi, prandaj edhe atë në cilin thret Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është e saktë. Edhe thot Zoti i Madhërisht në lidhje me këtë në surën An-Nahl ajeti 103 gjithashtu në surën Al-An'am ajeti 53 thot wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu a ha'ula'i min Allahi manna Allahu alayhim min baynina alaysa Allahu bi a'lama bish-shakirin. Që në përkthim po thot Allahu xhalla wala dhe në këtë formë ne i kena bë që dikush me qenë sprovë për dikon. Domthonjë që ta robërit e thjesht, njerëzit që tek në syt e këtyre njerëzve janë konsideruar që janë kurkushi, kurse ata tek Allahu xhalla wala janë shumë të mëdhej, për arsye se e dim çka ka thonë Allahu xhalla wala për Bilalin, çka ka thonë për Ammarin, çka ka thonë për Bilalin, pra është një veçanti dhe është një specifik që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dalluar këto në grada të larta në xhennet, megjithatë në sytë e njerëzve i kanë konsideruar se nuk janë kurkushi. Edhe Allah xhallahu ala në këtë formë ne i kena bë disa prej njerëzve sprovë për disa tjerë. Sprovë në kuptimin që ata mi nënçmu ata edhe me ra në këtë sprovë në cilën janë ballafaqur. Le yaqulu e ata thojnë haula imanna Allah alehim. A çita janë këta njerëzit që Allah xhallahu ala i paska begatu, domthonjë që ta as ka gjet me një fjalë pretendim s'ka kurkush në Mekë që veç këta i ka gjetë Zoti, këta mi udhëzu e krejt me ka si tjerë e çfarë njerëz e sa të mëshëm, e çfarë sa pozita e sa njerëz do thotë ekzistojnë në Mekë, s'pas ka kush veç që ta të kanë me. Domthonë me çet logjik edhe i kanë nënçmuar ata edhe kanë aluduar që po të ishte e vërtet kjo që cilin po thrat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë nuk do të ishin këta pasues të tij. E Allahu xhallahu ala vat alaysa Allahu bi a'lama bish-shakirin. Allahu xhallahu ala nuk është ai i cili e din më së miri kush është falënderues prej njerëzve. Domthonë kush është ai që është falënderues me kuptimin e fjalës për njerëzve. Për arsye se vërtet çështu është të thotë edhe këtë e përfitojmë edhe mësojmë nga kjo edhe në realitetin e sotit në përgjithësi. Kur e shohim posaçërisht disa njerëz që kanë dyshime, qoftë edhe prej muslimanëve, po edhe ata domthonjë që se njohin Islamin ashtu siç duhet, kur nisin me argumentu rreth të vërtetës edhe për vërtetës, i shikojnë ato aspektet materiale, teknologjike, përparimi e kështu me radhë, edhe thonë që po të ishte Islami i sakt, atëherë nuk ishte në këtë realitet në cilën jemi na sot. Apo luftë ku të kthehesh, kriza ekonomike ku të shkosh tek musliman, e rrethana domthonjë që po i shohim çush janë, lutem Allahun xhallahu ala mi kthjell muslimanët në përgjithësi, kurse në anën tjetër e shohim do thotë tek të tjerët, Evropa, perëndimi, teknologjia, përparimi, jeta, luksi, e kështu me radhë, këtë do thotë janë në përparim, edhe logjikisht thonë s'ka, me kanë Islami domthonjë vërtet një fe e saktë, atëherë nuk do të ishte proporcion në këtë formë. Të njëjtën e kanë thënë edhe mushrikët e Mekës, do thotë në njëjtin formë kanë aluduar dhe kanë argumentuar. Që kush janë këta, domthonjë kurkushi. Na kush jemi, domthonjë ata faktikisht kanë thonë kush jemi na në kuptimin ashtu janë konsideruar se për një janë kanë do thotë paria e Mekës që nuk kanë pyetje vetëm pasunia, po kanë pyetje që vërtet e kanë konsideruar vetin se janë ajo elita ma e njohur, ma e dalluar e këtij shoqënisë. Do thotë ata ma të veçantë në gjitha aspektet, jo vetëm pasuri, jo vetëm pozitë, po edhe në mençuri, edhe në respekt të cilën e kanë pas nga mesi i tyre.
Edhe kështu kanë aludu për me e nënçmu vlerën e këtyre tjerëzve. Kush ka qenë Bilali radiallahu anhu, kush ka qenë Ammari, kush ka qenë Khababi, kush ka qenë pra këta njerëz kanë qenë njerëz dhe thotë thjesht, njerëz që faktikisht kur kush nuk i ka llogarit se janë prej tyre domosdoshmë që janë edhe prej njerëzve, domosdoshmë i kanë konsideruar që janë do thotë në gradën e rrohtarëve edhe në gradën e Allah ju ndero do thot shtazve që i kanë shfrytzuar për punët e tyre. Për shembull Khababi min Arra, edhe ky ka qenë rob, edhe ky ka marrë shpata. Mirë po ka punu atë pasuninë që e fitonte, ja dorëzonte edhe ishte do thot pasuni e një gruaje, ja kum harru tash emrin që e ka pas, e cila kur ka kuptu që e ka pranu Islamin Khababi, i ka shku do thot në vendin e punës aty, edhe ato shpatat që i ka pas, ju e dini që ato për mu farku duhet mu vendos në zjarr, milon zjarr mu nxe, mu kuq, pastaj mi farku. Do thot shpatat që i ka pas në zjarr, Khababi që i ka bë gati për mi farku, e ka urdhru Khababin me hjek, do thot këmishën edhe atë veshjen, edhe ja ka kthy shpinën, edhe ja ka djeg shpinën Khababit si dënim pse me pasu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Gruaja do thot ajo që kon e zoja do thot që ka pas në posedim Khababin, ja ka bën këtë formë. Edhe thuhet që Omeri radiallahu ta'ala pas një kohë të gjatë, kur është taku me Khababin, i ka thonë, o Khabab dhe të kallëzëm vështërsi që i keni pas në fillim të Islamit. Kallëzëm kujto ma diçka, tregom do thotë çfarë vështirësi ka pas. Edhe Khababi nuk ka fol. Vetëm e ka kthy shpinën, e ka hjek këmishën, masave, mas 10 vjetë, 15 vjetë, do shumë ma vonë, masi që ka tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do shumë ma vonë kur e ka hjek, kur e ka pa Omeri, do nuk ka mujt më kthjell. Nga shenjat të cilat i ka pas Khababi, do thotë nga dënimi që ja ka pa ajo e zoja për shkak të thot pranimit islamit që e ka bë Khababi. Bile tregohet se ka shku te Khababi edhe e ka lut, ka shku Khababi te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe i ka lut, i dërguari i Zotit ka thonë, pështëm se s'po muj mu me bosabe, se krahas kësaj që kjo i ka bë zullum, kjo ka qenë gru, i ka thirrë edhe njerëzit e Mekës, që ata që i nkon do thot ato me thon kushtimisht ata njerëzit e matkëqit Mekës i ka thirrë edhe me shtime domthon me dënu edhe me dhunu në kuptimin e vështërsive të cilat i ka përjetu vetëm se ka pranu me kon në fen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe tregohet ka shku Khababi te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe ka lut ka thon hiç ma qafe grun, do thot se s'po muj mo me bosa, pra thuhet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lut Allahun e madhreshëm edhe të nesërmen kjo gruaja do thot osmu. Mas një kohë, osmu do thot nga duaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thuhet që ka pas një smundje që s'ka mujt, smundje mendore që s'ka mujt, nuk ka ardhur në vete dhe s'ka ditë ku është, edhe kur janë mbledh ata mjekë që i kanë pas në atë kohë, kanë thonë vallahi i vetmi shërim. Shikoni urtësinë e Zotit madhëror, kanë thonë i vetmi shërim me cilin ky mundet më shëru ka qenë el-kej, i thonë në arabisht, ka qenë një lloj shërimi që përdoret edhe sot në kohë, është do thotë çashtu me nxe hekurin edhe mja qit në trup. Edhe kanë thonë do të në kokë, afër kokës mja qit që mja kthy met. Që kjo ka qenë ai forma shërimi që kanë përdor ata. Sa që thonë ja kanë bët njëjtën, qysh ja ka bë Khababit, edhe nga plagët e asaj ka vdek ajo gruaja. Edhe Allah xhallahu ala e ka rujt prej mundimeve të cilat i ka përjetu ky sahabi. Pastaj e shohim rasti i njëjtë është edhe me Bilalin radhiyallahu ta'ala anhu, i cili ka përjetu vështirësi të shumta nga edhe vetë domthon i Zoti i tij, po edhe nga paria e Mekës edhe njerëzit do thot matkëqit Mekës, saqë thuhet e kanë marr edhe e kanë lidh edhe e kanë sill nëpër Mekë fëmijët edhe ata me thonë kushtimisht njerëzit e këqij, gangsterat e Mekës edhe kanë lujt me të edhe ja u ka dhënë ai me lujt me të vetëm pse e ka pranu Islamin. Edhe thuhet prej gjithëve
Do thot Bilali ka qenë ai që ka qenë i vendosur. Do thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju kishte thënë këtyne që ballavaçoheshin me vështirësi që kur jeni në një situatë që s'mundni me bë, edhe jeni në dënim, atëherë se ata kur i shtinin i ballavaçanin me këto vështirësi, i detyronin me mohu ose me mohu Zotin me faktikisht me pranu që është Zoti i tyre Lati ose Uza e kështu me radhë, në këtë formë që me ndërpret dënimin. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kishte leju me thonë me gjuhët e tyre wa qalbuhu mutma'innun bil iman, kurse zemrat i kanë pastër me iman. Sikurse Ammar ibn Yasiri, ju e dini rastin e tij, Ammari e ka pas edhe një vëlla. Më duket e ka pas emrin Abdullah, edhe ka qenë Jasiri edhe Sumeja. Do thot 4 anëtar të familjes kanë qenë robër edhe këta. Edhe atë shumë i kanë dënu, saqë Jasiri edhe Ammari janë ata të parë të cilët kanë ra shahid. Kurse Ammari nga vështërsitë që i ka përjetu, i ka pas 15 vjet thuhet në atë kohë, saqë o detyru, do të s'ka mujt mu me bo sabër, edhe o detyru me pranu që Lati dhe Uzaja është Zoti i tij. Edhe kanë liru. Kur e kanë liru, në atë moment që e kanë liru, ja kanë myt babën, ja kanë myt nanën, edhe vetë është ballavaçuar me vështërsi, pastaj kanë nxitu te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e Arqam ibn Arqam, edhe ka shku aty edhe i ka thonë, o i dërguari i Zotit, as ju ka anku për nanën e për babë, po ka thonë që shtu më ka ndodhur, do thotë unë jam detyruar me mohu fen, me mohu Zotin, për shkak se s'ku mujt me ball dënimeve me të cilat i kam përjetu. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thotë, qa peshe vetë, domon zemrën që ki. Ka thonë zemrën e kam, do thotë besoj edhe s'm ka luhat. Atëherë thotë edhe nëse ata kthehen, edhe detyrojnë prap, edhe ti ktheu thujet njëjtën. Edhe ja ka leju. Edhe të gjithë pastaj në këto rrethana të vështërësisë e thonin përderisa zemrat e tyre ishin të pastër, edhe për çata njeri kur është në vështërsi, kur është do thotë në pyetje jeta e tij ose në një rrethon, atëherë lejohet me mohu me gjuhë, po jo me zemër, për me shpëtu prej dëmit apo dënimit apo vujtjes apo edhe vdekjes së armikut. Ki drejt me mohu, edhe nuk është domosdoshmë që hyn gjina për arsye se jenë rrethon do thotë vështërësisë, edhe kur je detyruar, edhe kur na e dim që njeri në rrethonat detyrimit i lejohet me bë haramin. Prandaj i lejohet edhe mohimi me gjuhë përderisa zemrën e tij e ka të pastër. Prej tyre ka qenë edhe Bilali radiallahu ta'ala anhu, mirë po Bilali ka pas do thot një veçanti që ky s'ka pranuar hiç. Edhe i kanë thonë që thujem, po s'ka dash kur. Domthon kur nuk ka heq dorë dhe ka thonë ahadun ahad. Domthon një i vetëm, s'ka zot tjetër. E kanë dënuar në forma të ndryshme, thashë kanë ngrejë nëpër Mekë, e kanë vendosur do thot në nxetin më të madh. Edhe ja kanë vendosur do thot gurt në barkë edhe në trup, saqë Amr ibn As thot atëherë nuk ishte musliman. Thot kam qenë duke kalu në një prej luginave të Mekës, edhe kum pa thot Bilalin që i vendosnin gur, aq ishin nxehtë ata gur pe diellit. Domthonë e keni parasysh, nuk është vetëm ta vendos gurin, po të nxehtë saqë ke mujt. Ju e dini domthonë kur nxehet guri, mundesh me to me pjek edhe me domthonë temperaturë shumë e lartë. Domthonë aq ishte thot temperatura e lartë edhe e atyre gurve, saqë nuk me qit kamën, domthonë ta djegë kamën. E ai nuk hiqte dorë edhe thoshte vetëm ahadun ahad. Edhe derisa e ka ble Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, edhe e ka liru prej roblis. Edhe këtu është urësia disa prej ulemave kur e shpjegojnë historinë e Bilalit radiallahu ta'ala anhu, thojnë kjo vendoshmëri e Bilalit radiallahu ta'ala anhu, edhe në situatë vështërësisë, edhe kur e ka pas lejum, pra me gjuhë, me mohu, kjo vendoshmëri e ka ngrit në pozitë nalt që edhe me qenë edhe muezini pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj edhe në Mekë. Domthonë ka qenë ai që e ka thënë dëshminë e fjalës la ilaha illallah, edhe kur janë shkuar në Mekë, do thotë ka qenë muezini pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe e dim çfarë vlere edhe privilegje ka muezini në ditën e gjykimit si shpërblim
për atë vendosmëri edhe atë mosheqje dorë që e ka vazhdu edhe në rrethana kur ka qenë pyetje do thotë vdekja e tij. Pra vazhdimisht ka qenë i vendosur edhe nuk os mbrapt në asnjë moment apo situatë. Pastaj po i kthehemi kësaj, domthonë këta ishin ata njerëzit domthonë të parë që kanë pranuar Islamin, edhe nëpërmjet të cilëve edhe ofendonin dhe nënçmonin Islamin edhe muslimanët në përgjithësi. Pastaj tregon Allahu xhalla ualla se çka kanë thonë kjo paria në lidhje me këta njerëz, wa qala alladhina kafaru lil ladhina amanu law kana khayran ma sabaquna ilayh wa idh lam yahtadu bihi fasayaquluna hadha ifkun qadim. Dhe kanë thonë ata të cilët kanë mohu që po të ishte diçka e mirë kjo çka po thret Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atëherë nuk do të ishin të parë që po e pasojnë këtë që ta njerëzit domosdoshmë që janë kurkushi. Po do të ishin të parë na, çiftat ton, gjithmonë kanë bërë do thotë supozime se na jemi të mëshmit, na jemi ata që i dimi gjyku senat edhe mi vlerësu senat, jo domosdoshmë këta që si bëhet hesab kurkush. Domosdoshmë njëjtat pretendime që bëhen edhe në kohën bashkore. Njëjtën e kanë pas edhe e kanë thonë edhe për Nuhin alayhis salam. Ju e dini edhe Allahu xhalla ala fol edhe për Nuhin alayhis salam se si i kanë thonë atij fa qala al mala'u alladhina kafaru min qawlihi ma naraka illa basharan mithlana. Pra i kanë thonë ata të cilët nuk kanë besu Nuhit alayhis salam, ma naraka nuk të shohim ty vetëm se njëri sikurse Nuh ti je njëri sikurse na, s'ki diçka. Edhe nuk e shohim që ty po të pasojnë vetëm disa njerëz që është ajo ma e ulta e shoqërisë që mundet me ekzistu. Domthonë po të pason kurkushi dhe na menojmë për ty që je do thot mashtrues. Kështu i kanë thonë edhe Nuhit alayhis salam, edhe Allah xhalla ualla ju përgjigjet edhe atyre. Pastaj kanë qenë edhe tendenca e mushrikëve të Mekës, i kanë thonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kanë thonë dëgjoj, kanë thonë nëse don ti me nejt me neve, edhe na me bisedu me ty, edhe me polemizu, atëre hiqnaj, mos na lejnë mezhlise do thot ta njerëz. Është fjala domthonjë që ta robrit. Për arsye se këtyne po i vje era, janë njerëz të nënçmuar, nëse ulin vetëm ul në ato mezhlise ku janë këta, po domthonjë largoj këta, edhe nëse don ti largoj komplet këta, nëse don ti me nejt me neve. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk pranon këtë, do thotë mi largu ata, edhe nuk pranon fare. Atëherë i thonë mirë po, mos i dëbate ata, po bëne që nëse don na me nejt me ty, atëherë kur vim na bile këta le të qohen, derisa të rrim na tani le të vinte ti. Po kur t'jena na le të qohen. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë rast thot nga synimi që me u afru me ta dhe mi pas ma afër, thot në rregull, po. Kur doni me najt me mu, unë ju them këta qohen edhe ju vini. Edhe kështu vendos me vepru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga shpresa që është mundësi që me najt me ta edhe me polemizu me ta. Mirë pa Allah xhalla ualla e qorton pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për këtë synim edhe për këtë gjë që thot, edhe i thot ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليه من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. Allah xhalla ualla i ka thonë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në surën 52, ajeti 52 surja Al-An'am, dhe mos i dëbo, mos i largo ata të cilët e thrasin apo e lutin Zotin e tyre në mëngjes edhe në mramje. Do thotë janë njerëz që e adhurojnë Zotin e tyre në mëngjes edhe në mbrëmje, yuridun wajha, dhe e synojnë me arrit fytyrën e Allahu xhalla ualla, nuk jeti do thotë mi marr ata në llogari e as ata ty me të marrë në llogari, mos i largo ata për arsye se nëse i largon atëherë do të jesh prej zullumçarëve, domthonë pa drejtëve, për arsye se ata janë do thotë njerëz që i don Allahu xhalla ualla dhe janë në rahmetin e Zotit madhreshëm, edhe pse dikush mundet me i nënçmu në këtë dynjë. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i zbret ky ajet, kur i shihte këta,
Domthonë që ta njerëz i afronte, i përshëndeste, edhe thëjke mirë se keni ardhur, ju që për juve Zoti i Madhreshëm më ka çortu. Do thotë për shkak të ju i vin, Zoti i Madhreshëm më ka çortu. Do thotë më kallëzon se çfarë vlere dhe çfarë rëndësie keni ju tek Allahu xhala ala dhe i përshëndeste dhe i priste mirë edhe thoshte mirë se vini dhe mirë se po takoheni juve që për juve Allahu xhala ala më ka çortu në Kur'anin famlar. Pastaj gjithashtu ka zbritë më ajete që në një rast ka zbrit ajete domthonjë që ndalon që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mi largu këta në asnjë formë. Prej rasteve tjera është edhe rasti me Ummu Mektum. Ibn Ummi Mektum ka qenë një person edhe ky ka qenë çor, nuk ka pa. Edhe ky nuk ka qenë prej ndonjë pozite të lartë me kasve, edhe me një rast pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë duke fol me parinë e Mekës. Do thotë njerëz sikur Ebu Xehli, Ebu Sufjani, Umej ibn Khalaf e të tjerë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte në bisedë me ta, edhe ky Ibn Ummi Mektum vjen te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e thret edhe fillon mi fol. Me një fjalë me vet, thotë mëson prej fesë, e kishte pranuar Islamin edhe vet, do thotë me mësu fen. Mirë, po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në ato situatë kur ishte dhe ai e konsideronte se është e rëndësishme tash më marr me këtë parinë në një formë e ndin veten që është i pengu ky. Ummi Mektumi në atë situatë, domethënë që si ka thonë diçka, po e ka kthy kokën prej tij që domethënë mos mi pengu për arsye se jam të marr me këta. Edhe Ibn Ummi Mektum mërzitet që si drejtohet, ai nuk e din çka ashtu zhvillua aty, nuk e bën me qëllim, mërzitet dhe kthehet. Dhe Allah xhala ala për këtë situatë dhe për këtë rrethon e zbret surën Abasa wa Tawalla, ku Allah xhala ala ja tërheq vërejtjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe tregon situatën se si është mërzit ky person edhe kështu mos me vepru edhe mos me qenë synimi i tij kthimi i Paris Mekës, po synimi i tij me qenë kush është interesum atij më ofru njohurit edhe me mësu edhe me drejtu. E jo do thot me tentu, ai që është interesum me ka një hapur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për secilin që ka dëshirë edhe don. E jo do thot me kon synimi i tij vetëm parin, edhe pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pas qëndrimin e mirë, edhe qëllimin e mirë, megjithatë çortohet për këtë. Edhe këtu është edhe një urtësi shumë e madhe që e nxjerrim nga këto ndodhit të cilat i përmendëm pak më herët. Këto qortime që janë bë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nëse i qesum në një rrethon edhe i diskutojmë edhe i analizojmë, atëherë e vrem edhe vërtetësinë e pejgamberisë së Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Në çfarë aspekti? Në aspektin se po të ishte kjo çfarë po predikon Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nga vetvetja, ashtu që pretendon për shembull orientalistat që thonë që këto i ka prej vetes vet, ai vet ka pas personalitet, karizëm edhe ka arrit mi afru njerëzit mi bashku, jo se ka pas diçka nga Zoti i Madhreshëm, atëherë në asnjë formë, edhe në asnjë rrethon, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk do ta nxirrte veten keq në këto situata, që me e qortu veten e tij. Për arsye se njeri që predikon nuk mundohet në asnjë formë mos me dal keq para njerëzve që e dojnë edhe donë mi bind ata me pasu atë. Po sa shihim këto rrethana të vështira, apo nuk do ta qiste pejgamberi sallallahu alajhi wasallam veten keq edhe me në këtë formë që me u çortu edhe me zbrit ajete dhe me thonë mos e bë këto, pse ke bë këto, ose m'ia tërheq vërejtjen e kështu me radhë, por kjo në vetvete kuptohet vërtetësia Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për arsye se këto çortime kanë ardhur prej Allahut të Madhreshëm, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në bazë ijtihadit vet edhe të rrethanave ka menduar që kjo është më mirë. Mirë, po Allahu xhallahu ala i thotë që kjo nuk është në rregull dhe ti duhesh me kanë prej atyre që je i gatshëm ndaj të gjithë njerëzve, pavarësisht kush janë ata, edhe mos mu kthy
interesimin tënë dhe synimin tënë ndaj Paris edhe Milan anash atyre ata njerëz që ndoshta në shoqëni konsiderohen që nuk janë nivel i lartë i shoqërisë, po ata tek Allah xhala ala janë në grada më të larta. Dhe kjo është ai mësimi të cilën e fitojmë edhe e marrëm nga kjo në formën edhe mënyrën më të mirë. Pastaj prej ngjarjeve që kanë ndodhur në këtë rrethon, ka qenë edhe ajo se ulën mushrikët e Mekës, ajo paria e Mekës edhe bojnë domthonë dert me veti qysh me ballavaçu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam tutje, se nuk po din domthonë qysh me kundërshtu edhe me qit në shesh se kjo çka po thirr Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është e saktë. Edhe dikush prej Paris e bën një propozim, thot shkojna me shku dikush prej neve në Medinë. Yathrib, atëherë ka qenë Medina ka pas emrin Yathrib. Edhe thot me shku në Medinë, Yathrib, edhe atje ka pas jahudi, do thot hebrejt. Kanë banu, do thot hebrejt. Edhe hebrejt kanë qenë më dijshëm, edhe arabët e kanë pranu se arabët në çështjen e pejgamberëve, zbritjes së librave, e të Allahut madhreshëm në përgjithësi, për arsye se ata kanë pas libra vazhdimisht. Kurse arabët edhe pse e dinin për Ibrahimin a.s. mirë, po ajo periudha ishte shumë e gjatë, prej Ismailit a.s. nuk kishin njohur, nuk dinin kurrë në aspektet e historive edhe ngjarjeve të ndryshme që Allah xhala ala kanë kalu, do thonë historinë e njerëzimit, prandaj kanë thonë, po shkojmë te hebrejt, me shku te hebrejt edhe mi pyet ata çka me vet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për me nxon gusht. Edhe me qit në shesh se ajo çka po thirr nuk është e vërtetë. Dhe bëhet kështu një grup dhe shkojnë dy veta që ishin prej Paris Mekës. Ata ishin Nadr ibn al-Harith edhe Uqba ibn Abi Mu'ayth. Këta dy kanë qenë do thot armiqt për betun pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej Paris të Mekës, edhe bëhen bashk edhe shkojnë në Medinë. Edhe shkojnë në Medinë edhe thonë çka me vet na këtë është një njeri kanë thonë që po pretendon se është pejgamber i Zotit, ka ardhur prej Zotit, e çka me vet na për me nxon atë ngushtë. Atëherë hebrejt thonë pyetni 3 pyetje. Nëse ju përgjigjet në ato 3 pyetje, atëherë është pejgamber. Se nuk mundet këto mi ditë prej vetes vet. Nëse nuk di më përgjigj, atëherë ai është të thot një gënjeshtar edhe që po synon të thot më ju mashtru juve. Cilat janë ato 3 pyetje? Pyetja e parë ishte pyetni për një grup të njerëzve çka është bën me ta që janë hub. Është fjala për ashabul kahf, domthonë për ata njerëzit që kanë hyrë në shpellë dhe kanë bet në shpellë për shumë vite. Kjo është pyetja e parë. Pyetja e dytë ka thonë pyeteni për një njeri i cili e ka arrit do thot me sundu edhe lindjen edhe perëndimin. Është fjala për Dhulqarneinin. Thot pyetni edhe për këtë, kush o kanë ky njeri? Edhe pyetja e tretë thot pyeteni për shpirtin. Çka është shpirti? Nëse ju përgjigjet për këto 3 pyetje, atëherë është pejgamber i Zotit. Nëse nuk përgjigjet, atëherë është mashtrues. Edhe këta kthehen, edhe vinë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i thonë ja bojnë këto 3 pyetje. Të parën, dytën dhe tretën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i dinte këto, për arsye se nuk i kishte ardhur shpallje. Edhe din që për këto Allah xhallahu ala ishte i bindur se do t'i bie shpallje, edhe i thot hajdeni nesër ju kallzoj. Edhe që kjo ishte përgjigjja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe të nesrit pret Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mirë po nuk i vjen shpallja. Kalon një ditë nuk vjen shpallja, kalon një ditë, 2 ditë nuk vjen shpallja, 3 ditë, 4 ditë, derisa bëhet 15 ditë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i vjen kurrë. Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mërzitet shumë. Për arsye se ndërprerja e shpalljes atë çka ka ndodhur, edhe ata që ishin, do thotë që presnin tash u gëzonin, thonin që s'po din me na u përgjigj, edhe në mas 15 ditë vjen Xhibrili edhe ja zbret surën Al-Kahf. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo i ankohet, po e kallzon atë marakun e vet, thotë çka u bë që e vënu, thotë nuk e ardh, domthonë 15 ditë. Edhe çortohet edhe këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kur don me vendos ose me bë diçka që më thon insha Allah. E din do thot në surën
domthon bashkë në surën Al-Kahf Allah xhala ala i thot që kur don me bë diçka nesër, atëre bashkangjitja edhe lutjen edhe thanjen inshallah. E pejgamberi sa nuk e kishte thënë kët, edhe prandaj edhe Allah xhala ala e çorton edhe ja vonon shpalljen që mos me kon do thot ajo bindja që kjo domthon me marr si diçka e kryme, po me pas mbështetjen në Allahun e Madhërisëm në çdo situatë edhe në çdo rrethon. Pra edhe këtu qortohet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe vijnë pyetjet, përgjigjet. Përgjigja e parë ishte për surën, fillimin e surës Al-Kahf, Allah xhala ala para se me shpjegu historinë e atyre njerëzve të shpellës, mas pari tregon domthon 3-4 ajetet e para flet për vërtetësinë e Kur'anit, se është do të thotë një libër që në të nuk ka lakime dhe mashtrime. Pastaj Allah xhala ala tregon historinë e këtyre njerëzve që kanë hyrë do thotë në shpellë dhe kanë qëndruar parafërsisht 300 vite. Në Kur'an thuhet 300 vite plus 9, 309 vite. Domthonë kjo është ajo koha sa kanë qëndruar në shpellë. Edhe e dini ngjarjen, tash mos me humb kohë për me e shpjegu, e keni në surën Al-Kahf, edhe pastaj përmend edhe ngjarjen e Dhul-Qarnejnit, që faktikisht ka debat apo dilemë mes komentatorëve, a ka qenë pejgamber i Zotit apo vetëm njëri imrim edhe njëri evlia i Zotit. Nuk dihet sakt, për arsye se nuk është pre në Kur'anin famlar se çfarë ka qenë, por dihet që ka qenë një njeri Dhul-Qarnejn, në arabisht nëse përkthejmë thot pronari i 2 brinjve. Thuhet se ka pas këtë epitet, se ka majt do thot një kapel me 2 brinj, por thuhet është bë për shkak se e ka marrë këtë epitet për shkak se është aludu se i ka sundu do thot 2 anë të botës, do thot edhe lindjen edhe perëndimin. Disa prej njerëzve kanë thonë se ky ka qenë Aleksandri i Madh. Mirë, po e sakta është se nuk ka qenë Aleksandri i Madh, për arsye se për shkrimet edhe ajo çfarë përmendet për Aleksandrin e Madh, çfarë dihet edhe ajo që thuhet do thot për Dhul-Qarnejnin, janë do thot dy gjëra të ndryshme, kështu që e sakta është se nuk ka qenë Dhul-Qarnejni, nuk ka qenë Aleksandri i Madh Dhul-Qarnejni, po ka qenë një person tjetër që e ka sundu pra botën në 2 anë, domthonë edhe lindjen edhe perëndimin. Edhe Allah xhala ala tregon ngjarjen që ka ndodhur me të edhe me Gjujit edhe me Gjujit në surën Al-Kahf. Dhe pyetja e tretë ka qenë do thot për shpirtin. Allah xhala ala përmend do thot edhe këtë përgjigje, yasalunaka ani ruh, në ajet ku Allah xhala ala thot Quli ruhu min amri rabbi, thuaju atyre nëse të pyesin ty për shpirtin, thuaju ti atyre që shpirti është punë e Zotit. Do thotë, domthonë çështja që ka të bëjë me Zotin, wa ma utitu min al-ilmi illa qalila, dhe ju nuk keni njohuri që keni në dispozicion vetëm se pak. Kështu që aftësia e njerit nuk është do thotë as i nivelit që mundën me kuptu qenjen e shpirtit në përgjithësi. Dhe e dim na sot, domthonë nuk ka shoqëni, nuk ka kulturë, nuk ka fe, nuk e pranon edhe ekzistimin e shpirtit apo shpirtrave në përgjithësi. Megjithatë, nuk ka edhe një definim edhe një sqarim i saktë se çka është shpirti. Nuk është domosdoshmë diçka që mundet me u perceptu me mendjet edhe logjikën të cilën e kemi ne njerëzit në përgjithësi. Prandaj edhe Allah xhala ala e ka shpjeguar edhe ka thonë që është domosdoshmë jo që s'është përgjigj, por do thot një diçka që Allah xhala ala e ka kriju që mendjet e njerëzve nuk e arrin do thot atë aftësinë që mund me kuptu qartë se çka është do thot qenia e tij dhe si është shpirti në përgjithësi. Dhe kjo ka qenë ajo përgjigjja që Allah xhala ala ja ka dhënë këtyre mekasve në përgjithësi. Dhe për çështjen e shpirtit thuhet që e kanë pyet edhe hebrejt kur ka shku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Medinë, edhe kur ja u ka thonë këtë ajet, ka thonë wa ma utitu min al-ilmi illa qalila, thot tash hebrejt për me tregu atë superioritetin e tyre, ka thonë ajetu fol për që domthon ajetu fol për neve apo për arabët që nuk kanë njohuri, domthon na kena njohuri, që s'kena na, domthon kena pejgamber, domthon e kanë kallëzuar që na jem do thot njerëz që kem pejgamber dhe na kanë ardhur dhe na kem njohuri. Arabët janë ata të cilët nuk kanë njohuri, edhe
Allahu xhallahu ala thotë që kjo përgjigje është do thotë po të kishit njohuri do thotë me kuptimin e fjalës, atëherë shumë gjana që ka të bëjë me fen do thotë nuk do ti thonit do në fund të gabuar ashtu qysh kanë vepruar në përgjithësi. Pra këtu ishin disa nga ngjarjet edhe ato ballavacimet, më thon kushtimisht të cilat kanë ndodhur në mes të Mekasve edhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në këto fillime dhe disa nga ngjarjet të cilat i përmendëm dhe shpresoj që kanë qenë do thotë ndërlidhen edhe me realitetin tonë që e përmenda pak më herët në përgjithësi, edhe me situatën edhe urtësitë që Allah xhallahu e ka pasur që kjo fe me zbrit, me u ballavacion këtë formë edhe me pas përhapjen në mesin e njerëzve në këtë formë për ato gjëra të cilat do të vinë më pas që në këtë formë do thotë t'u forcoj edhe zemrat e këtyre besimtarëve të parë me këto vendosmëri të cilat faktikisht ata kanë vazhduar edhe kur janë ballavaçuar me vështirësi edhe me vujtje, që Allah xhallahu më u forcu imanin e tyre në atë emanete të cilat do t'i bartin pastaj masi që të fillon të përhapet Islami në përgjithësi. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.